إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allahun e falenderojmë dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut. Pastaj përshëndetjet tona më të ngrohta, më të sinqerta janë për Muhammedin alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët besnik dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, me lejen e Allahut kem vendos sot ta përkujtojmë veten dhe ju mbi një ditë të rëndësishme të javës dhe vlerat që i ka kjo ditë tek Allahu dhe që do duhej të kishte edhe për besimtarin. Të nderuar xhamat, Allahu me urtësinë e vet ka bë si disa ku i ka ngrit më shumë se disa tjera, sikurse që është Ramazani, Dhulhijja apo edhe dita e Xumë, e cila do të jetë temë e hutbes son, apo i ka ngritur edhe disa vende me rëndësi, sikurse është Mekja, Medina apo dhe Kudsi i bekuar. Andaj Allahu me urtësinë e vet i ka ngrit këto rrethana qoftë kohore apo të vendet, lokacioneve, por edhe njerëzve për me i ftu ata njerëz të dijes, duke thonë kushtoni rëndësi këtyre gjërave. Andaj edhe Xumaja është një ditë të cilën duhet me i kushtu rëndësi. Është dita më e rëndësishme e javës për neve sa i përket adhurimeve, sa i përket përkushtimit ton në raport me Allahun. Andaj në këtë drejtim, Islami është fe e cila na mëson se vazhdimisht duhet me përkujtu njëri tjetrin, e në këtë drejtim po kem nevojë edhe për çështjet që janë zakonshme, sikurse kjo Xumë. Vëllezër besimtar, Xumaja ka peshë të madhe tek Allahu, por për me arrit dobit që Allahu i ka premtu përmes të dërguarit të tij, do të më plotësu do kushte. Do të më përmbajt një farë rregulle që ka caktuar feja përmes të dërguarit të tij, që na ka mësuar. Andaj vlera e Xumës çenka e madhe, por nëse i don mirësitë e Xumës, po do të kam më plotësu disa kushte. Andaj në këtë drejtim, sa për përkujtim, po thot Muhamedi alayhis salam, dita më e mirë në të cilën lind dielli është dita e Xumë, do dita e sotme. Është dita në të cilën është krijuar Ademi alayhis salam. Është dita në të cilën është futur në xhenet Ademi alayhis salam. Është dita në të cilën është nxjerrë prej xhenetit dhe pastaj në këtë ditë ku u bë kiameti, e po thot Muhamedi alayhis salam, në këtë ditë shtoni salavatet sa më shumë për mua, për Muhammedin alayhis salam. Andaj një pyetje shumë e thjeshtë për vete dhe për ju, vëllezër besimtar, a keni bosët salavat? A ju ka rënë men me ra salavat me Muhammedin alayhis salam? E përgëzojmë ata që ka ra salavat me Muhammedin alayhis salam dhe përkujtojmë veten dhe tjerë që të binë salavat mi më të dashurin ton, ai i cili na mësoi rrugën e xhenetit, na mësoi rrugën e shpëtimit, rrugë që ne vetëm duhet ta trasojmë. Të nderuar vëllezër besimtar, po thot Ibn Qayyimi, një prej xhallarëve, dietarë më të madh të ummetit islam, thot këtë ditë do të me madhëru duke adhuruar Allahun me ibadete të shumta. Nuk është vetëm Xumaja ibadet i kësaj dite, ka sunete të shumta e për të cilat jemi ftu me i çun vend, jemi ftu me respektu e njëke çaj që përmendëm pak më herët me ra salavat për Muhammedin alayhis salam. Të nderuar xhamat, është transmetuar nga Abu Huraira, i cili ka thënë se në ditën e Xumë tek dyert e secilë xhami, sikurse kjo, qëndrojnë me laqet e të cilat i shënojnë me emra kush vjen me fol namazin e Xumës. Shikoni vëllezër besimtar çfarë detaje, i shënojnë me emra kush vjen me fol namazin e Xumës dhe e regjistrojnë për këta njerëz sevape. Regjistrojnë sevape vllazni për këta njerëz. I pari që vjen e ka sevapin e devës. Një deve me dhon sadako, që ka që ki sevap që me fol namazin e Xumës.
Dhe pastaj vjen lob e i fundit që vjen e ka se vapin sa një vej sadak me dhonë. Mirë po, qysh përfundon procesi i regjistrimit? Momentin që imami hyp minber, mshelen fletoret, mshelen regjistrat, edhe me neve mu tani jën duke e ndëgju hutbën që pastaj me raportu të Allahu ç'është fol këtë hutbë dhe përfundon vllazni sevapi. Madje këta vllazni që edhe në këtë xhami kon vret për fat keq, ka një mënyrë recidive të përsëritur, vinë me fol namazin me vonesë xhumos. Vinë me fol namazin me vonesë 10 minuta, në mënyrë të vazhdueshme. Unë kam frikë se më katojnë. Jo që s'kan sevap, por edhe më katojnë se nuk kanë ardhur me ngu hutbën, sepse hutbja është zemra e ditës xumo. Zemra e ditës xumo. Andaj në këtë drejtim kërkohet që këtë kohë kur na ligjërojmë vllazni, kur na flasim për Allahun, jemi duke folur për çështjen më madhështore që ekziston në këtë univers. Jemi të folur për fenë e Allahut. Andaj kërkohet me ardhë në kohë vllazni, kërkohet me konë me përkushtim dhe disiplinë të lartë, andaj kërkohet edhe me ardhë herët. E jo sikurse po na bën vaki, ka dashur Allah kum shërbyn 4 xhamia, të njëjtit njerëz vazhdimisht vonohen. Qysh mos ja kanë frikën Allahut? Ku është përkushtimi i tyre për këtë ditë xumo? Ku është përkushtimi i tyre që me nxon sevap? Nuk e ka feja hajt të kry. Qysh na mësuna? Jo, kërkohet me kënaqë Allah me çat vepër që bën. Kërkohet që me arrit tek kënaqësia e Allahut, e cila pastaj përkthehet në shpërblim cilësor. Na vetëm në shpërblim e përmendëm, ajo është sadakaja, deve, lop, apo në fund çysh ka ardhur me një kokërve. Mirë po besimtarin është ai që don shumë, ai i cili ka ambicie të larta, andaj Allahu po thon Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'atin fas'au ila dhikrillah. O ju që keni besu Allahun, kur të ftoheni për ditën e xumo, thot nxitoni më njëherë, do të thot më njëherë, dhe wadharrul bay'a, është ndaluar tregtia, është ndaluar puna për moshkujt. Është ndaluar puna për moshkujt, do të më shku ku? Të faltorët më nga të xhamia, të mezidet, apo musalla ku fol xumoja, me ky një obligim të madh, dhe ky obligim që ne e kryjm vëllezër besimtar, ka problem të madh. E pastaj thotë: wa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard, e kur të kryeni xumon, shkepni për botë, lëpni rrezikun e Allahut, apo kryeni punë të jo çfarë keni, mirë po kur thirrni për namaz xumos, nxitoni. Mos u vënani për me shku për namazin xumos. Andaj, namazin xumos e kanë obligim burrat, ata mosh të rriturit, mirë po është e udhës vëllezër besimtar me ardh me familje, me i marr fëmijët, me mësua edukatën, gjithsa gratë, udhëtar dhe të smurit nuk e kanë obligim. Andaj, për këtë adhurim kaq të madh, kanë hadithe të shumta. Dietarët i klasifikojnë 14 hadithe kryesore, edhe pse ka të tjerë, e të cilat një prej tyre është se falja 5 kohë namaz dhe xumoja dhe xumo i folën mëkatet e vogla që ndodhin mes tyre. Andaj ti kur të desh që ki 7 ditë mëkatim të vazhdueshëm, dita xumo do të më të reflektojë në zemra vllazni ndryshe, do të më të reflektojë që ti menzi me prit me orën xumo, sepse çfarë thamë është, kjo është dita ku na e mbushim imanin ton. E keni po e mërkurja, veç janë Simoni ka pak me qështën këta me dridhë, motorri ka pak spjamojnë, ata mbojqët bashmirë, veç përsheqet i keni nisë me ronë imon, sepse dhe zemra për lypë gjumon vllazni. Tove në ndodhë, mu dhe juve, andaj Allahu ju rasisht e ka lanë këtë fe të lidhën një vazhdueshme me Allahun. Andaj, vëllezër besimtar, pasi që gjumoja, pas ka vlerë të mëdha, do të me trajtu bajram të javës. E këni po bajrami i Ramazanit, edhe kur ban bajramit, kur po vjen, me ditë përpara i gëzohemi, përgatitemi, edhe kështu ndërdije tonë do të me pas, se po vjen xhumoja. Nesër me reflektu të te kjo ditë, jo kurse, si kurse përmendëm, veç shkojt e kry, dhe pastaj të nderuar vëllezër besimtar, me veçu me adhurim, me mush këtë ditë me adhurim, me dhikr, me salavate, me sadaka, dhe pastaj vëllezër besimtar, për imamët
janë disa sure me i lexu, për shembull namazin sabot është me lexu surën Sejdë dhe Insan, gjërsa në xumë sura A'la wa Ghashiya dhe pastaj në orën vllazni duke bë gusl, duke u pastru, është sunet, gjësa disa dietare kanë pru në obligim pastrim ditën e xumë dhe pastaj me u parfumos, parfimin më të mirë që ki, me on takimin e javës, kështu më dhurohet vllazën besimtar feja dhe pastaj me u angazhu me dhikr, lexim të Kuranit e veçanërisht me lexu surën Kehf, me i vesh rrobat më të mira dhe në këtë drejtim është edhe këshill e radhës e kjo është shumë e rëndësi, është një vllazni ditën e xumës mos më udhtu. Është me kros sipas dietarëve ditën e xumës me udhtu pse? Se ti udhton e kryen një punë më tonë të caktuar, po privohesh prej një sevapit të madh. Privohesh për një mirësie të madhe, andaj është mirë që ditën e xumës mos më udhtu, përveç se nëse është obligim, gjërsa dinë vllazni se ka në hadith, për çdo hap ti që merr për marr në xhami me fal namazin e xumës, e ki sevapin e një vit agjerim, e ki sevapin e një vit namaz natë dikush që bën. Për çdo hap, hadith është kjo fjala e emja, që kanë sa Allah të kanë ndëru ty i dashur vëllai musliman. Sa Allah të kanë ndëru shumë don për çdo hap që bën. Plus ardha jote e ka të sevapin tjetër, andaj në këtë drejtim të ndërroj vllazën besimtar, trajtone këtë ditë me seriozitet. Trajtone këtë ditë vllazën besimtar me përkushtim, don jo ne kur ne po flasim të ndërroj vllazën besimtar me post të tillë që kthejnë mesazha në telefon. E kthejë e kopë telefonin bën një halal sevapit, përshëndetë me sevap. Sepse vllazën besimtar ky adhurim hutbën që dëgjon jeni në status të lartë, në status të lartë të lidhur me Allahun, andaj pika rrodhës është se dita xumë Allahu na ka dhënë dy dhurata që lidhen me duat. E para është kur momentin që imami ulet me pushu mes dy hutbeve e keni lutet të pranum, edhe e dyta është pas ikindis një kohë që me lutë Allahun, Allahu ta pranon atë lutje, është dua e pranuar, andaj shikoni vllazën besimtar, Allahu të kam boj të lidhër ty tënë ditën, don me fejnë e ti dhe me ata në mënyrë që me përfitu shumë për kësaj dite, andaj vllazën besimtar. Allahu e ka veçu edhe vdekjen në këtë ditë për burra të mirë. Për ata që janë besimtar dallum, ata që janë besimtar të sinqert, kushdo që vdesin këtë ditë ka vdek me një alamet apo me një përfundim të hajrit. Me kaq e vërtetë pjesën e parë të hutbes, duke kërkuar falje të Allahut, kërkon të falje sa të fazë mëshirës. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të ndërroj vllazën besimtar, këto që përmendet janë argumente mbi përfitimin dhe shlyerjen e gjunoheve që na mundson dita e xumës. Është në rregull vllazni kur po mojna hutbe të disa vllazni po është një çështje jo serioze. Po është një çështje që nuk i takon kësaj dite. Sa për përkujtim për vete dhe ju, po ju të them se momentin që jeni duke ndëgju hutben, jeni në njëjtin status si namaz. Njëjtin status e keni si namaz, nuk lejohet me fol. Namazin e vllazni, llogaritën e ibadetin e në këtë drejtim, sikur se namaz, sa më shumë që i përkushtum namaz, çaq më shumë përkthehet në sevap. Edhe këtu, sa më shumë që ti e përkushton në dëgjimin tënd dhe nxjerrjen e mësimeve, sepse zemra e ibadetit ditës xumës është hutbja, çaq komë të reflektojmë mesazhin në zemrën tonë. Çaq komë të bëj dobi mesazhi i hutbës, gjërsa të ndërroj vllazën besimtar, lujta me telefon, pek dikën me dorë, të folurit, të lënë pa sevap. Ka në hadith, veç me thonë dikuj, hesht, e prish namazin, e prish sevapin e hutbës. A i thu dikujt namaz, kur je tu fol, a i thu dikujt, jo, as hutbë vllazni s'bën me fol çështë. Dosh me konë i përkushtum maksimalisht që edhe me nxon sevap, edhe më të shlygjënohet, por don me u lidh vllazni, me u lidh për këtë sevap. Këtë hadithet që kanë ardhur për disiplinim xhamatit. Mos më kthy njerëzën me qafa, don me plotsu safin me rend, me u përkushtuar në ibadet, me fal namaz sunet, don apo nafile, dhe në këtë drejtim të ndërroj vllazën besimtar, kjo ka për në qëllim që neve dhe juve me na shty tutje drejt një sevapi të madh. Andaj të ndërroj vllazën besimtar, secili nga ne të lidhëm
zemrat ditën e xumë me adhurim. Të bëjmë të përkushtuar në këtë ditë, të bëjmë ibadetet që në gjitha të mëshme, duke fillu me fol namazin sabah në ditën e xumë në xhami, duke dhënë salavat, duke lexuar surën Kaf dhe duke bërë dua mes dy hutbeve, por edhe në fund të akşamit që me i përfitu këto perë la vllazni. Allahu në Kur'an kur fol për mirësi thot fastabiqul khairat, dhe më një herë kështu i bie përkthimi, nxitani drejt veprave të mira. E dita e xumë, pasi që ka dita që ne vëllezër besimtar na i plotson zemrat me iman, të jemi të fokusuar. Vim herët të plotësojmë sofat me rënd dhe të heshtim kur ligjërohet hutba, të thithim mesazhin e porosinë e hutbës, andaj vëllezër besimtar jo rastisht është quajtur xumoja ajo që mbush imanin e besimtarit. Edhe kështu vëllezër besimtar trajton këtë çështje edhe në këtë drejtim të nderoj vëllezër besimtar, elusim Allahun që Allahu na forcoj zemrat tona me iman. Elusim Allahun që Allahu na mundësoj që vëllezër besimtar në xumë vazhdimisht me reflektu e me përfitu. Elusim Allahun që Allahu me mbrojt familjet tona prej mëkateve edhe në këtë drejtim të nderoj vëllezër besimtar, trajtoni xumon si stacion ku e mbushni imanin tuaj. Sikurse vetura që kur hen rezervë nis me të kallëzu, edhe xumoja është indikatori që të kallëzon, vallahi kam lazëm me mush zemrën iman, andaj trajtoni xumon me përkushtim dine, se ku jeni duke ndëgjuar hutbë, jeni sikur në të njëjtin status me namaz kur jeni, andaj këtë drejtim nëse e madhuroni këtë ditë duke synu kënaqësinë e Allahut, vallahi këto mesazhe kanë qenë shumë dobishme edhe për mua, edhe për ju, por edhe ta Allahu kanë me lanë sevap të veçantë. Andaj këtë drejtim të nderoj vëllezër besimtar, reflektoni në këto mësime dhe lutni Allahun për sukses. Dhe për fund elusim Allahun vëllezër besimtar që na jep forcë që me u përballu me gjunahet dhe sfidat e jetës. Elusim Allahun që mira në dunja dhe në ahiret. Elusim Allahun që na mbrojt zemrat tona prej devijimit dhe për fund elusim Allahun që na mëshiru dhe gjitha veprat tona na i pranu dhe shpërblimin për to me na shumëfishur. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.